Këtu Allahu xhallahu te vëllazër kur thot çdo nefs, çdo shpirt, apo e ka kujdesin e vet, thash, me një aspekt është një lloj qetësie, se sot që ndihesh i vetmuar, edhe i kërthuar nga shejtant e gjinët e ndryshëm, gjithmonë këtë kujtu se ka dalë se para se me kujtu shejtant kujtoj me lekt, para se me kujtu armisht kujtoj misht, apo prandaj njeriu kur i kujton misht, do psohet armisht. Ama kur i kujton veç armisht, edhe ai përballë tyne veç vet, do psohet. Andaj Allah ti kujton se para se me pas armisht e probleme caktuara, ti i përkrahur, ti i ndihmuar me meq e me dritë nga Allahu te barekuhu teala. Ata besimtar nuk ka arsye me qenë i zgënjur, i dëshpëruar, i dobësuar, s'ka arsye. Për shkak se nga gjithë anët është i rrethuar me kujdesin e Allahu xhallahu ala, me dritën, me shpalljen, me melekët, me mbi gjitha me mbrojtjen e Allahut te barekuhu.